Fokusi tek turizmi dhe investimet në infrastrukturë kanë shpërblyer Shqipërinë me një numër të madh turistësh që kanë vizituar vendin ton këtë sezon veror. Agjencia e lajmeve Reuters në reportazhin e saj për turizmin në Shqipëri thotë se turizmi shqiptar ka pësuar një rritje të madhe vizitorësh të huaj. Vetëm në 3 javët e para të gushtit në vend janë futur mbi 600.000 turistë, ndërsa sipas të dhënave të qeverisë, që nga janari deri në korrik të këtij viti, në vend janë futur mbi 1.8 milion turistë. Shumica nga Kosova, por edhe të huaj, që për pushimet e tyre verore kërkojnë jo vetëm të shpenzojnë pak, por edhe bukuri përrallore. Një prej destinacioneve më të preferuara të këtyre të fundit është padyshim Dërmiu, ku të gjithë mund të shijojnë brigjet e pastra dhe rërën e gurët e bardhë. The reason to be here is my daughter was here last year and she said that you have to go there because it's a beautiful city and beautiful beach there. And that is true. The natural resources here, they are unbelievable. You need some work. Infrastructure here still need to have improvement, but the positive side is they are going on the right direction. Drilon Kikaj dhe Ardian Talla, qytetar amerikan me origjinë nga Kosova, thonë se ajo çka I tërheq tek Shqipëria janë çmimet e ulta dhe plazhet e mrekullueshme. I have been in United States and many other countries, so for the same thing you are paying like less money than you had to pay, for example, in Greece, which is a couple miles away. So this is, I think, it's better in here. And the beach is amazing. I mean, the sea, it has the color that it's usually in Hawaii or different places, because not in the region you have this kind of sea. So Reuters vlerëson investimet të mëdha të viteve të fundit të Shqipërisë në infrastrukturë, siç është edhe autostrada që lidh portin e Durrësit me Kosovën, e cila ka përmirësuar ndjeshëm mundësitë për të prekur nga afër brigjet shqiptare. Kjo rrugë ka reduktuar edhe kohën që zakonisht duhej për të kaluar nga Prishtina për në Shqipëri, ndërsa tani kosovarët mund të pushojnë në brigjet e vendit ton edhe gjatë fundjavave. Dikur udhëtimi zgjaste 10 orë dhe një gjë e tillë ishte thuaj e pamundur para se autostrada të ndërtohej. Ministri I Turizmit Ferdinand Xhaferaj thot për Agjencinë e Lajmeve se në vitin 2010 numri I turistëve mund të kalojë numrin e banorëve të Shqipërisë që arrin në mbi 3 milion. Arsyeja kryesore që qëndron pas kësaj shifre historike është së pari imazhi I përmirësuar I vendit ton falë antarësimit në NATO dhe përafrimit me Bashkimin Evropian. Së dyti, infrastruktura e përmirësuar dhe investimet. Vetëm kohët e fundit janë investuar mbi 1 miliard euro për të ndërtuar rrugët që lidhin destinacione turistike, arkeologjike, historike dhe plazhet e bukura të vendit tonë. To të fundit kanë bërë që në pikën kufitare të Morinës, radhët për të futur në Shqipëri të jenë të gjata. Posh dhane jonë më rëburë, nuk ka vanë botë më të mirë. Unë e preferoj vendin tonë. Kam kalu 3.000 kilometra rrugë vish me bakët ta. Edhe kur këllë makë të si nuk shkoj. Eliza Lazareto është një turiste italiane që përveç bukurive të vendit ton ka vënë re edhe përmirësimet e ndjeshme vetëm gjatë këtij viti. Non è la prima volta che vengo in Albania, sono già diverse volte e rispetto a qualche anno fa è cambiata molto. Duke krahasuar me vitin e shkuar, Shqipëria ka ndryshuar shumë. Është e pasur me bukuri natyrore dhe ka një plazh shumë të pastër. Pavarësisht trafikut në rrugë, Shqipëria mendoj se ofron shumë gjëra të mira, ndaj unë vi shpesh këtu për pushime. Mi sono piaciute molto queste vacanze. Reuters nënvizon se kryeministri Sali Berisha I ka kërkuar kabinetit të tij të ketë si prioritet turizmin dhe investimet në infrastrukturë, dhe këto 2 objektiva duket se po e shpërblejnë më së miri këtë vend ballkanik. Dardan Islami është një pronar biznesi dhe nga të shumtët që ka parë rezultate të kënaqshme nga këto arritje të vendit ton. Po si vjet fatmirësisht ka rritje konsiderueshme. Fal rrugës, fal tunelit, fal infrastrukturës që shteti shqiptar pak me vonesë, me thonë, po me gjatë I bëri, dhe vërejt me njerën një ngritje madhe. Zakonisht këtu në Drimades kemi më shumë Kosovar, 50% kemi të Prishtinës dhe dikon 50% Tiranës. Gjatë sezonit, derisa në shtator dhe në qeshor kemi shumë dërkombëtar, prin francez, italian, anglez, amerikanë e tjerë. Shqipëria prej kohësh është kthyer në destinacionin e preferuar por edhe të këshilluar për turistët e huaj.
Përmirësimi i imazhit të saj fal arritjeve të mëdha të kohëve të fundit ka bërë që agjencitë e shumta turistike dhe mediatike të botës ta cilësojnë vendin tonë si një gur të çmuar.